Mirë se erdhët në rubrikën Bëje Vet. Jam në studio me Stelën dhe me Sidorelën. Mirë se erdhët goca. Mirë se të gjetëm. Këtë herë për gjëra të bukura që mund t'i bëjmë në shtëpi, mund t'i bëjmë vetë, mund të ndihemi mirë, mund të rrisim vetbesimin, mund të përmirësojmë strukturën, elasticitetin e fytyrës tonë, gjithmonë përmes maskave, gjithmonë natyrale dhe ajo që është trend në kohët e sotme është pikërisht masazhi lifting me duar. Pse është kaq e rëndësishme, do të na shpjegojë Sidorela pak më vonë, por përpara se të bëjmë maskën dhe ta demonstrojmë pastaj masazhin, le të tregojmë përbërësit e maskës. Atëherë, para se të bëjmë atë masazhin lifting, që unë e dua shumë edhe me duart e Sidit kënaqem, sepse ka gjëra natyrale dhe ai masazhi me duart është kështu relaksues për neve. Por nuk po flasim për benefite. Jo të gjithë e bëjnë aq mirë në fakt, sepse si themi ne, si e kishte dorën. Prandaj e cilësova dhe para se të bëj atë masazhin relaksues, quaj unë, edhe pse ka shumë benefite të tjera, do bëjmë një maskë hidratuese, ta përgatitim pak fytyrën për këtë masazh. Unë kam menduar se gjithmonë me këto produktet që kemi në shtëpi, kemi tërshërën, mjaltin edhe qumshin e ngrohtë. Qumshi ngrohtë na duhet vetëm për faktin që tërshëra të zbutet pak. Ne kemi vendosur pak më para që ta shikojmë që tërshëra është zbutur bashkë me qumshin. Mikeshat e mia më thonë gjithmonë që ti nuk na jep ne masat e sakta. Dhe kanë shumë të drejtë se mua më merr pak ajo brolli maskës edhe haroj. Po ka përshtypjen se këto maskat nuk është se i kanë eksakte, po syrje talon një matës më mirë se... Megjithatë, do ishte mirë që edhe ne ti specifikojmë çik. Tu kemi hedhur 3 lugë të mëdha gjelle qumësht, 1 lugë të madhe tërshër dhe do hedhim 2 lugë të vogla mjalt. Okej. Masat fikse. Besoj isha e qartë tani dhe e sakt. 1, 2. Kështu si që kemi tani, si gjithmonë do filloj përzierja dhe të krijohet një masë homogjene që dhe me lëkurën të jetë mirë. Duke u nisur, Sidorela, nga përbërësit e kësaj maske, tërshëra, pak qumësht, mjalti, cilat lëkura e përthithin më mirë edhe cilat lëkura marrin më shumë benefite? Kjo është një maskë që përgjithsisht është për të gjitha llojet e lëkurave, sepse bazën e saj e ka ushqyese më shumë. Dhe më pas, me tërshërën dhe me qumshin ne bëjmë një lifting të fytyrës. Ashtu është e njëjta procedurë që ne bëjmë dhe me të bardhën e vezës. Këtë lloj përbërje ka në thelb. Mund ta përdorim për të gjitha llojet e lëkurave, si për lëkurë sensitive që është perfekte fare, dhe për lëkurë të yndyrshme dhe për lëkurat mikse, dhe për ato të thata që është shumë e mirë, edhe për lëkurat e thata, sepse siç e tham, ka në bazë të saj ka të treja përbërësit ushqyes. Ka se zgjodha këtë maskë që të jetë për të gjitha lëkurat, por që mund të në vend të tërshërës ne mund të përdorim edhe avokato. Edhe hedhim mjaltin prap edhe vaj ulliri, por aty më korrigjon nëse kam gabim, ai vaj ullirit në darkë do sugjeroja asnjëherë në mëngjes. Sepse na e mban ato yndyrën për gjatë gjithë ditës, na shpërqen fytyra edhe njollat e fytyrës, sepse përthith rrezet e diellit më shumë. Sa minuta do të qëndrojë? 15-20 minuta, si gjithmonë, do ta lyejmë, aplikojmë në gjithë fytyrën, përveç zonës së syve, dhe pastaj me ujë të ngrohtë, nuk ka nevojë as për sapun, detergjent për ta shplar. Kjo ikën direkt, fytyra bëhet si bebe. Çfarë ndryshimi ka një maskë, Sidorela, një maskë me produktet natyrale nga një maskë e blerë? Përveç që është maska që ne përdorem tani është me të treja produktet bio, se unë e pash edhe mjalti ishte shumë viskoz. Por ka persona të cilat nuk përdorin dot maska që janë të përgatitura në mënyrë industriale. Kanë alergji, për shembull kemi persona që janë në kimioterapi, kemi persona që mund të jenë intolerant ndaj një produkti. Kështu që ne mund të kenë alergji për shembull nga përbërësit që ka vetë maska, ato shpeshherë kanë dhe alkool për shembull. Kanë alkool, kanë përbërës të cilët mundsojnë, janë disa maska të cilët e gryejnë bazën. Prandaj dhe në estetikat ne zgjedhim gjithmonë që maska të kenë përbërës natyral, sepse maska është shumë e rëndësishme dhe për hir të së vërtetës, ajo qëndron më gjatë nga gjithë produktet e tjera. Kështu që 30 minuta, duke qenë se do ta lëmë në fytyrë, fytyra e përthith të gjithë këtë gjë. Dhe ne kemi thënë që çdo produkt që ne i vendosim
fytyrës kalon në gjak. Kalon Kështu në që duhet të jemi Dhe shumë ne të duhet të jemi kujdesshëm. kujdesshëm që t'i vendosin fytyrën çdo gjë që mund ta konsumojmë. Po, Kjo është motoja e bëje vet. Për maskat, për kujdesin ndaj flokëve, lëkurës e me radhë.